Përshëndetje të gjithëve, unë jam doktoresh Gloria Xhallari, rezidente në dermatologji. Sot do ju flas për një sëmundje të lëkurës që është psoriaza. Nëse ju pëlqen kjo video dhe nëse doni më shumë content në lidhje me lëkurën, bëni like dhe subscribe. Si gjithmonë, kjo nuk është një konsult personale dermatologjike dhe për çdo problem në lidhje me lëkurën duhet të vizitoheni tek dermatologu juaj. Psoriaza është një sëmundje inflamatore me shfaqje në lëkurë. Praktikisht në disa zona të lëkurës, lëkura është më e trashur duke formuar pllaka me cipa. Psoriaza është një sëmundje që ne e shohim shpesh. Mund të shfaqet në fëmijëri, adoleshencë ose në moshën e rritur. Është një sëmundje kronike, pra persiston gjatë gjithë jetës së individit. Diçka interesante për psoriazën është që 1/3 e pacientëve me psoriazë kanë një familjar me psoriazë. Pra dalim tek gjenetika, që është një faktor i rëndësishëm në shfaqjen e psoriazës. Përveç gjenetikës, të cilën ne e përmendëm, një faktor tjetër i rëndësishëm është sistemi imunitar, i cili është tepër i aktivizuar në psoriazë. Disa molekule të sistemit imunitar apo qelizat të sistemit imunitar gjenden të rritura në psoriazë. Si për shembull, një molekulë është TNF-alfa apo një qelizë e sistemit imunitar si qeliza T helper 17 janë të rritura në psoriazë. Psoriaza shfaqet në lëkurë me zonat e lëkurës të trashur në formë pllakash të kufizuara mirë në ngjyrë të kuqe me cipa të bardha. Zakonisht shfaqen tek bryla, tek gjunjt, në skalp, në ekstremitete, në shpinë. Zakonisht janë simetrike, masia varion nga disa milimetra në disa centimetra. Një karakteristikë e psoriazës është që traumat në lëkurë, fërkimet në lëkurë mund të nxisin daljen e pllakave të reja. Ky njihet si fenomeni Koebner. Kjo është forma klasike e psoriazës. Përveç formës klasike, ka edhe disa forma të tjera. Psoriaza zgutata është një formë psoriaze që shfaqet pas një infeksioni streptokoksik të fytit. Shfaqet në formën e pllakave më të vogla të shpërndara në të gjithë trupin. Gutat do të thotë pika shiu dhe i referohet masisë së vogël të këtyre elementëve në krahasim me masinë e elementëve në psoriazin klasik. Psoriaza gutata tenton të shërohet vetë pas disa javësh, megjithatë më vonë gjatë jetës mund të shndërrohet në formën klasike të psoriazës. Psoriazi mund të preki palat e lëkurës, tek sjetullat, poshtë gjoksit të femrat, në zonën genitale dhe quhet psoriazis inversa. Psoriazi i skalpit është një formë e shpeshtë e psoriazës, zakonisht mbivendoset me dermatitin seboroik. Malesezia, një myk që ndodhet në lëkurë, luan rol në formimin e tij. Psoriazi mund të preki edhe pëllëmbët e duarve, shputat e këmbëve, me fisura dhe çarje të dhimbshme. Mund të preki thonjt, duke shkaktuar njolla të bardha, të verdha në thua, shkoputje të thojt nga shtrati i thojt, gropëzime në thonjë dhe shpesh kjo shoqërohet me prekje të artikulacioneve të duarve. Një formë më e rrallë është erythrodermia psoriatike, që është një formë shumë e përhapur e psoriazës. Praktikisht i gjithë trupi është eritematoz, në ngjyrë të kuqe. Mund të ndodhë pas një sëmundje sistemike, ose nëse pacienti ka marrë prednizon për ndonjë shkak tjetër dhe pasi shkoputet prednizonin. Kjo jep një çrregullim të sistemit imunitar dhe acarim të psoriazës. Në këtë rast, barriera e lëkurës është e dëmtuar, lëkura nuk e kryen funksionin e saj normal, kemi humbje të proteinave, elektrolitëve dhe prandaj në këtë rast pacienti hospitalizohet dhe duhet të marrë trajtimin e duhur në spital. Cilët janë faktorët që nxisin psoriazën? Faktorët që nxisin psoriazën janë infeksioni streptokoksik, që e përmendëm edhe më sipër, duanpirja, që rrit citokinat inflamatore, stresi, alkooli, obeziteti, djegja nga dielli, disa medikamente si litiumi, medikamentet e hipertensionit, propanololi, shkoputja e prednizonit sistemik. Psoriaza është një sëmundje sistemike me prekje të lëkurës. Deri tani ne kemi folur vetëm për lëkurën. Pacientët me psoriazë mund të zhvillojnë artrit inflamator, që shkakton deformime të artikulacioneve dhe kërkon ndjekje të kujdesshme nga reumatologu. Shpesh psoriaza shoqërohet me inflamacion të zorëve, si koliti ulcerativ, sëmundja Crohn, inflamacion të syve, uveit, celiakia, që është enteropatia gluten sensitive. Pacientët me psoriazë kanë risk për zhvillimin e sëmundjeve metabolike inflamatore si obeziteti, diabeti, hipertensioni, sëmundje të zemrës, guta. Pra duhet të dini që kjo është një sëmundje që nuk prek vetëm lëkurën. Të jeni të kujdesshëm, të sillni çdo simptom të re tek mjeku me të cilin po ndiqeni. Të gjitha mund të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Në fillim, psoriaza prek lëkurën, por më pas mund të preki edhe organe të tjera, si për shembull artriti, pra prekja e artikulacioneve. Disa këshilla që duhet i keni parasysh nëse vuani nga psoriaza është që të menaxhoni peshën,
të lini duanpirjen dhe të bëni një jetë të shëndetshme, pra një dietë me vlera ushqyese dhe aktivitet fizik. Edhe vetëm këto mund të ndihmojnë shumë psoriazën. Jeta sedentare, ushqimet e procesuara, duanpirja, alkooli, stresi, të gjitha këto e përkeqësojnë psoriazën. Për sa i përket trajtimit, emolientët ose hidratuesit kanë një rol të rëndësishëm sepse bëjnë zbutjen e lëkurës. Mjeku mund të përshkruajë edhe kremra me kortizon dhe me acid salicilik që bën eksfolimin e pllakave, cipave. Ka edhe kremra që veprojnë tek sistemi imunitar, si tacrolimus, pimecrolimus ose Dovonex, që është derivat i vitaminës D. Një trajtim shumë i mirë për psoriazën është fototerapia, rrezatimi ultraviolet në dozë të kontrolluar. Rrezatimi ultraviolet ul aktivizimin e sistemit imunitar në lëkurë. Është mirë që në periudhën e pranverës-verës të ekspozoheni në diell, jo në periudhën e mesditës, ku dielli është më i fortë, por para dite herët ose pas dite vonë. Do ta vini re që lëkura do të përmirësohet në periudhën e verës pranverës edhe vetëm nga ekspozimi në diell. Përveç mjekimeve lokale, ka edhe mjekime sistemike që jepen në forma më të rënda të psoriazës. Për shembull metotrexati, ciklosporina. Tani ka edhe terapi që targetojnë komponentë të sistemit imunitar që janë anormal në psoriazë. Këto quhen preparate biologjike. Preparatet biologjike janë mjaft efektive në menaxhimin e psoriazës. Disa targetojnë një molekull që është TNF-alfa, që ne thamë që në fillim që ishte e rritur në psoriazë. Këto janë adalimumab, etanercept dhe infliximab. Disa të tjera, si ustekinumabi apo secukinumabi, veprojnë tek elementë të tjerë të sistemit imunitar që gjithashtu janë të rritura në psoriazë. Psoriaza është një sëmundje me impakt të madh psikosocial tek pacienti. Ndikon në uljen e humorit, në uljen e vetbesimit. Pacientët me psoriazë kanë një risk të rritur për probleme të shëndetit mendor. Jeta me psoriazën është e vështirë dhe sfiduese. Shpresoj që kjo video t'ju ketë informuar edhe ndihmuar për të kuptuar sëmundjen tuaj. Dhe për çdo gjë, mos hezitoni të kërkoni ndihmë tek mjeku. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe shihemi javës tjetër me tema të tjera.